أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فلندريمة الأرض مضريمة تكون بتم الله وتوشيلوت vetëm atë falenderojmë për të mijat të vazhdueshme që na jep dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë falë nga i madhi Allah për të vetat tona që e bëjmë gjatë natës dhe gjatë ditës. Kërkojmë falë tek i madhi Allah për mëkatet tona që i bëjmë me dije dhe pa dije. Atë që Allahu e uzon nuk ka humbje për të. Dhe atë që e humb nuk ka uzim për të. Padyshim që Allahu është një dhe i pashoqë i cili meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij fundit, paqja mëshira Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e dashur, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare që pasun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamati, titulli i kësaj hutbe të sotit kemë menduar të fjalojmë mëkati i cili nuk falet. Vetë natyra e njeriu në përgjithësi, po dhe besimtarët në veçanti, është që duhet me bëu mëkat. Mirë po, është një derë e pendimit dhe këtë vërteton pejgamberi alayhis salam ku thotë kullu ibni Adam khata, çdo i biri i Ademit është mëkatar, gjunaqtar. Por më i mirë për të është ai i cili pendohet. Çat gjunaq që e bën, çat mëkat që e bën, kërkon falje tek Allahu fuqiplot. Vetë Allahu në Kur'an e tij famlar na drejtohet duke thënë ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O që keni besuar, pëndohni tek Allahu në një pendim të sinqert. Po ashtu Zoti në Kur'an thotë më të vërtet Allahu i don ata që pëndohen dhe ata që janë të pastër. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të cilin jemi urdhëruar nga i madhi Allah ta marrë shëmbëtyr në jetën tonë, po thotë një rast Enes radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marra. Thot unë kërkoj falje, pendohem tek Allahu fuqiplot
në ditë më shumë se 70 herë. E ne të ndërrua gjithë e dim kush kishte pejgamberi a.s. dhe kush jemi ne sot. Gjithë kjo hyrje dhe gjithë kjo derë pendimit është bërë që njeriu mos vjen deri të mëkati i madh i cili nuk falet e që është shirku. Zoti në Kur'an po thotë inna shirka la dhulmun adhim. Më të vërtetë shirku është padrejtësi e madhe. Këtë mëkat Allahu nuk e fal. Dhe këtë vërteton ajeti innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ai i cili bën shirk Allahut, Allahu për të ka bu haram xhenetin. O ma'wahu fi jahannam, dhe vendi i tij është në xhenem. Dhe nuk ka ndihmë për zullumçarët. Po ashtu Zoti në Kur'an po thotë inna Allahu nuk do të bëhet shirk. La yaghfir, dhe ai i cili bën shirk nuk ja fal shirkun. Kurse mëkatet e tjera i fal. Kujton ai. Për shirku nuk falet. E çka është shirku? Me adhuru dikon tjetër me Allahun fuqiplot. Me bu ortak. Kjo është definicioni që ne gjithë e dim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thotë shokëve të tij ditë ijtanibu sab'al mubiqat. E transmetim ka ardhur mubiqat. Thotë largoni 7 mëkate të mëdha, shkatërruese. E pyetën oj dërguari Allahu, cilat janë ato? Filloj me mëkatin e parë e shirku billah. Mi bo shirk Allahut fuqiplot. E ne e dim që më datën 5 dhe 6 maj shirku dhe llojet e tij të shumta do të ndodhin në sipërfaqen e kësaj toke. E dim që po na vjen një fest që deri para luftës unë fëmijë kam qenë e maj imam në cilën lagje, cila shtëpi e ka festu shëngjegje, sepse i kemi pa shenjë dhe dira burrit. Dhe kemi ditë kush e ka festu. Kurse sot, e pas luftës, është bo fest. Që ka dikush e pret me gëzim të madh, filionja e cila nuk ka lind, nuk ka fëmijë, duhet me shkute filan tyrbja, filan vorri, mi po tavaf, mi usil 7 herë apo 10 herë, edhe të bane plantu me mesnaca. Fëmiu i cili nuk fol, nuk ka takat me fol, i ka kush 5 vjet apo 6 vjet, e pret ditën e shëngjeshit, mi marrë mi per, mi ngjit në dorë, edhe ma atë per të me fol. Po në ki ditë, për shirku që bohet, miret kurbani i cili është më i bukri, më i miri, dhe therët e filan vorri, e filan babloki, me njetë më të ndihmu. Kurse këta 33 që s'kanë gjithë endë dashnore dhe dashnore, me shelqet dhe ma të flet, lahen dhe pastrohen, e ismet dhe ka gjithë bablet. Kjo për ndodhë dhe ka bëhë gati njerës. E falë që ka të dushë. Jo vetëm një lloj i shirku ka më ndodhë, po lloje të ndryshme të shirku modern, që si e thu dikuj, po ti qka je? Mos që ma mbërmët, po pse me kishton? Pse mërë pjesë në atë fest? Po zhjibë në hamet që shtu. Kurse Allahu ati kofshin falë, po e thot pejgamberit e ti, Fasal lili rabbike wanhar. Kicu e gjithë e tim, apo? Qa do më thonë? Për Allahu më do më falë o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, dhe për ta therë kurban. Po i drejtohet një jeti dhe duke thënë, thuaj Muhammed, inna salati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj Muhammed, namazi im,
Kurbani im, jeta ime, jam për Allahun Zotin e botërave. E sot çka po na ndodh në mesin ton, është bërë diçka shumë normale. Pse e këto çdo e përsërisim, se sa më larg parimeve fetare, aq më larg parimeve të cilat aq më afër parimeve të cilat janë jo fetare. Ne si musliman, prej kohës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi dy festa. Edhe në kohën e xhahiletit të ndëruar shmati, ku pejgamberi alayhis salam i shef banorët e Mekës duke festu, i pyet, çka po bëni këto ditë? Thotë i kena pas këto 2 ditë në xhahilet, në ignorancë. Dhe me këto jemi gëzuar dhe jemi lodhur. Thotë laqad abdala Allahu huma, Zoti ju ka ndryshuar këto 2 ditë, ju ka bërë me 2 ditë tjera, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Nëse pyet dikon të neve, çka është sinqeritet? Çka po feston? Kuj kujtohet ma herë kemi folë për Shën Valentinin. Dhe pa të ngjit hutbes emin, o musliman, apo ditë çka po feston? Kuj kujtohet? Tash të ardhë tjetra festa më njëherë, Shëngjërgjit, i cilin e përlipat të krishterëve. Sipas tyne, ka qenë kalës, ushtar i fortë, komandant, i cili është ra martir, duke i mbrojt kishat. Që ato po feston sot ti musliman. Për që ato pësë po prejnë kurban, për që ato po lutesh, për që ato po mërë dhe po banë manifestime dhe gësohësht dhe në fund, e gjitha kjo shka është hidhrim me Allah në shqiptotës. E aj që ka marrë hidhrime në Allah, lërgimin me Allah në shumë dhe. Për këto festat të dëruar vëllezër, Allah në Kur'an për në drejtohet duke thënë وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Nuk janë të kënaqen jahudit dhe krishterët, pa i pasu ata komplet. Po ka ardhur më njëherë gjysejti tjetër, qul inna huda Allahi huwa al-huda. Thuaj, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Allahut fuqishtot. Po nëse i pason çdo festa me ta, fa in tabata ahwa'ahum, nëse i pason çdo festa, nuk e ki ndihmës Allahu xhalla shanu dhe asimrës. Ma leke min waliyyin wala nasir. S'ki ndihmë për Allahu fuqishtot, edhe as s'ki mbrojtës. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kush i bëngjan një popullin, ai është bosu për ta. Po ashtu po thotë pejgamberi alayhis salam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Keni mi pasu. Ju thotë shokët vetë. Në atë kohë sallallahu alaihi wasallam, keni mi pasu zakonet, traditat, adetet, festat. E atyre që kanë në arë, pa ne e më fjellë. Plom pas plom, e hap pas hapi, ka arë në transmitim me sa ata futën në bjerë e vogët hardhusës, keni më fut pas të. E thanë shokët e pejgamberit alayhis salam, kush janë ata odin kur Allah, ka jahudit e kishtë po. Jahudit e kishtë. Që ato festa sot ne e festojnë, kur të vjetë dita a Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit që të gjakovën tonë, gjithë e qelin derë dhe lojnë pishkirit të dera. Pse? Zishe. Kur të vjetë dita Shëngjërgjit, s'ka pishkirit të dera kohët. As ka rritë. Kur të vjetë nata viti 3, njëherë vjetë, kujtu bakër me qitanik e të dera kohët, jo s'ban, që këna më pimu për drasë. Kur të vjetë 8 marsi, a ki dash mësuse, a ki dash nonën, me rakaritës të bishkirit, jo s'ban. E kur duhet që aty ku muslimant i kanë 2 festa madhashtore, që aty të fliqin në bila. Që aty të qesim bidate, që aty të qesim mendimet ndryshme, të apojë ditën e fest, hidrim.
që ku të kalon pa adres, a u mërzetet, po, të zëtë i nashtash. Kusë kupto për punë tjera, së mërzit të ta kanon, ka pa, o dhe kush, o dhe kush. I shkejtë dhe vjen pyjtë muslimani, a bërë martu me 2 bajambre? Komunin me 2 bajambre të lashë shumë martu. Pse se ka njërë me fejtë qëtëre? Apo thotë Omide radiallahu ta'ala anhu, mos mërë një pjesë në fesët e tyre, në tubime që i mbajnë, sepse ndikojnë në zemrat e juja. E kur ndikojnë zemrat e juja, ndikojnë edhe në pamjen e jashtme. E pastaj për të bërë një hadithin e pejgamberit alayhis salam që tha me lartë, kush i përngjan i popullit është sikur ta. Dhe nëse ndalesh dhe e shef se ti musliman, duke filluar nga fillimi i tij, veshja e tij, përshëndetja e tij, duke ushqimi i tij, ecja e tij, deri sa shkon edhe deri te burrimi i tij, që tash muslimani vendoset me samëk, e tash muslimani vendoset me beton, ja ka kalu Amerike, Gjermania, Francë, krejtë. Edhe ku t'je thu diçka, e kena pas tradit. Vete plakim që kanë pas tradit, a ka s'di më tash. Andaj lusim Allahun që pilot më na mësu besimin e vërtetës. Më na tregu çush na ka tregu Allah dhe pejgamberi i tij, edhe ne të ndruar xhamat e kemi obligim familjarëve tonë me tregu që ishin gjegjë në kusht pjesë e fesë islame. Dhe është me kantor, është gjunaqar ai cili bën pjesë aty. Qoftë manë shqiplerës, qoftë manë ndimës, qoftë manë që ka të mëshërën atë. Mirë po ai cili merr me anë të kurbanit, me anë të penit, me anë të hajtkajve, me anë që ne i dim gjakov që shëmbot, ai di që ka punë shirk. E shirk të qanë deri të humbja e gjenetit mëse pozët, edhe humbja me shirës Allahut që qëllot, kërkani falet Allahut që të lëshpat, të falë shumë, së të الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Një kohë ishim me një hoxhë në gjenazës, ne dhe për gjenazë zakonisht. Edhe djali i cili kishte dash papën shumë. Të të kolegës tanë, a e kënove talkinin? Tha po që ka kënove. Tha, tha mi kënu në zotë, tha ta një dhe une. Edhe ku pjanisht mi kënu të altini, nuk më dalë një sytë latë. Po vend të kush ato që ka qenë përmishëm, tha hoshta, a ki pas dishka? Që mos e po ka një mërzim, a ki dishka i lakja? Nuk është më rëndësia po pas i lakja, po se po pas i lakja. Më rëndësi po e kënëjt të altinin për i thëtë, o i biri filanës, banu i fort, sa të kanë marrë 2 me lajke, kanë me të pytë kush o Zotë i jëtë, kush o pejgamberi i jëtë, qëfar vije e ki basë, banu i fort. Gjallë dhe të vjetë në gjami, kur së kur. Gjallë dhe të vjetë në gjami, kur alhamdulillah s'ka thonë. Gjatë të vjetë që ka jetu, s'ka po kur ishte ditë Zotit. Edhe në fund ku të shkon, do është me abu alhamdulillah, milu Zotit me fortunat, e rohë me do, s'ka që i vetit në kanoni, a kjo ku fa që barë, shka i gjeneta, a dhe për të. E qysh me shkun gjenet? Unë i thash një shambull, të e familje gjepovare. Nëse vdes një gjemat i joni, a rama pashkali qëtë, po është 5 batli. Në gjenazit ti, i ki 55 simtarë që a falin gjenazit. Nëse vdes dikush që ka emën shumë të madhë, në gjenazit ti, hoxha ti e njështë në rrugë, ka ti për falin gjenazit. Se djali ti nuk hinë gjami, nuk hinë apo në gjamis. Vladas nuk e babër i minë gjami. Qe ka qenë të qëkorë? Qe pas ka pas zemën e parë? Andaj me pas kujdes shumë me kënë po shuqënonë.
Një gjë tim ka ndodhur kohën e pejgamberit alayhis salam me ma të dashën e vet, e Abu Talibin. Pejgamberi sa e ka dashur shumë Abu Talibin, sepse krahu i tij, familja e tij ka mbrojtur shumë. Mirë po, jo si besimtar vet. Momentet e fundit, pra se më dhonë shpirtin, po shkon pejgamberi alayhis salam, është një aketi çka është. Dhe për thot, ja am, thuje la ilaha illa Allah, të shpëtojt Allah u fuqi plot. Porin e Bujehli dhe Mughira bin Shu'ba, thot, ja Abu Talib, mësile baballar tonë, mësile së tërgjush tonë, vdesi jo musliman, edhe qashtu shkaj. Që tha pejgamberi alayhis salam? Komilu tha Allah mi fali. Allahu zbrejti ajet në surën Tawbah 113. Ma kana nabiyyin wala alladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kana dhal qurba. Nuk i ka hije, nuk ka drejt, nuk i takon i pejgamberit dhe ata që kanë besu me to me bu istighfar, me hym falje për ata që kanë ndekë si shafira. Çto është ai ku falësh? Pra ata që kanë ndekë si me shirk, nuk i takon hije me bu istighfar për ta. Edhe nëse në të afër të tu. Andaj të trajtojmë Allahun musliman me kënd poshëqnohen, me kënd burrim, se ata do të jenë për të ditë gjykimit ose shok për një men që Allah musliman, ose armik, edhe pse ke pasur në dynjanik. E lusim Allahun fuqi plot me na fal në katat tona artim dhe ta. Ma na zgjidhë rrugën e drejtë, rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma na bëu qartë dhe momentin që ai gjallë, ata që ka shpërndar, ma na bëu patil, ma na largu nga ajo. Ma na mundësu që popullit tonë dhe rinisë tonë të kuptojnë çka është fesë islam dhe çka është fesë jo islam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashim dhe salavat alaihi Allahu ati dhathar, Allahumma sallallahu. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي